Një shqiptar dhe një maroken janë shpallur në kërkim nga policia e Durrësit për vrasjen e 29 vjeçarit Ermir Dedja. Burime për News 24 bëjnë me dije se dy persona që u shpallën në kërkim, emrat e të cilëve nuk bëhen ende të ditur, kanë ndihmuar autorët për krijimin e kushteve për ekzekutimin e të riut, duke ju siguruar atyre automjetin, që rezulton se është vjedhur në Itali. Grupi hetimor dyshon se 29 vjeçari Ermir Dedja u ekzekutua nga dy persona të tjerë, ndërsa automjeti tip Seat i përdorur prej tyre u gjeti djegur disa orë pas ngjarjes në fshatin Gërdec të Vorrës. Pas këshyrjes paraprake, në automjet u gjet edhe arma e zjarrit tip automatik me të cilën dyshohet se u ekzekutua i riu, ndërsa hetuesit kanë arritur të gjejnë disa prova në mjetin e djegur, të cilat i kanë dërguar për ekspertim në laboratorin e kriminalistikës. 29 vjeçari Ermir Dedja nuk është emër i panjohur për policinë shqiptare, pasi rezulton të jetë përfshirë në aktivitete të shumta kriminale, përfshi trafikimin e lëndëve narkotike, ndërsa në vitin 2017 u arrestua pasi kishte përkrahur Ismail Nuredinin në një plagosje në Shijak. Ermir Dedja u ekzekutua më 19 maj në lagje numër 18 të Durrësit, teksa ndodhej në shoqërinë e dy personave të tjerë. Ai mori një plumë në gjoks dhe ndoroi jetë në Spitalin Rajonal të Durrësit.